Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaron se mbështet fuqishëm protestën e rinisë dhe qytetarëve dhe e ka ftuar çdo demokrat dhe mbështetës që t'i bashkohet asaj. Lideri i opozitës akuzon Edi Ramën se po bën antimitingje dhe i kërkon që të heqë dorë urgjentisht. Gjithashtu Berisha i ka kërkuar ndërkombëtarëve që të mbështesin fuqishëm protestën qytetare. Protestë e cila është ndruar në një uragan të fuqishëm kundër diktaturës autoritare, regjimit të Edi Ramës, thirrja ime për çdo demokratë dhe demokrat, mbështetëse dhe mbështetës të Partisë Demokratike të bashkohen në protestën e rinisë dhe qytetarëve të Tiranës. Protestë kjo që te kalon kufijtë e forcave politike për masat pa para botërore, për të denoncuar me forcën më të madhe qëndrimin e papërgjegjshëm cinik, armiqësor të Edi Ramës ndaj protestës dhe paralajmëroj se me këtë qëndrim ai kërkon të zhysë vendin në kaos, e pafalshme, e papranueshme përpjekja e tij për të sfumuar uraganin e fuqishëm me antimitingje anakronike. Gjoja po festoj 85 vjetorin e Partisë Krimit. Edi Rama duhet hequr urgjentisht dorë nga antimitingjet. I pyetur nga gazetarët për heqjen e sanksioneve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Berisha theksoi se Dash zhbëri një vendim pasojë e lobimit korruptiv, duke rrëzuar bllokimin e tij dhe e familjes për të hyrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryedemokrati ka rrëzuar aludimet se ky vendim ka lidhje me ndonjë kërkesë të tij për arsye udhëtimi shëndetësor. Departamenti i Shtetit ka dhënë përgjigjen më të qartë se nuk është në listën, është hequr nga lista e atyre që nuk mund të hynë në Shtetet Bashkuara. Ai dhe familjarët e tij. Sali Berisha s'ka qenë kurrë non grata. Thelbi i çështjes zotëri është ai që Departamenti i Shtetit deklaroi se Sali Berisha mund të hyjë në Shtetet Bashkuara dhe ky vendim është marrë për interesat të Shteteve të Bashkuara. Çdo interpretim tjetër është i atyre që kërkojnë të ushqehen me mashtrimet e veta. Nuk kanë bërë asnjë lloj kërkese për asnjë lloj rrethane shëndetësore apo tjetër siç duhet të mashtrojnë ata që ushqehen me gënjeshtat e tyre. Rast unik në historinë e planetit për këtë çështje dhe jam drejtuar instancave shtetërore pas ndryshimit të administratës. Teksa për ripërtëritjen e Partisë Demokratike i pyetur nga gazetarët se pse ende nuk ka vijuar, Kryedemokrati ka deklaruar se vonesa ka të bëjë vetëm me çështje teknike.